Ndahet nga jeta, ish bashkëshorti i Grida Dumës. Një lajm i trisht ka ardhur këtë të premte, ku diplomati Ilir Shina është ndarë nga jeta. Ishte ish ministra Majlinda Bregu që bëri publike lajmin e trisht. Ajo shkruan po ashtu se kishte fatin që ta kishte Ilirin si këshilltar diplomatik në Ministrinë e Integrimit, ku sipas Bregut, ai karakterizohej nga korrektësia, dinjiteti dhe maturia. Sa po mora lajmin e trisht për ndarjen nga jeta të Ilir Shinas, e kam njohur Ilirin kur të dy ishim pedagog të rinj në universitet, dhe më vonë pata fatin ta kem pranë si këshilltar diplomatik në Ministrinë e Integrimit Evropian. Në vitet kur Shqipëria përballi një nga fazat më të rëndësishme të procesit të anëtarësimit në Europë, nuk kishim të njëjtat bindje politike, por Ilir solli në Ministrinë e Integrimit Evropian atë që mungon shpesh në administrat: korrektësinë, dinjitetin dhe maturinë si akt shërbimi publik. Ngushëllimet më të sinqerta për këtë dhimbje të parakohshme, familjes dhe të gjithë atyre që e njohën dhe e çmuan. U presh në paqe, Ilir, shkruan Bregu në Facebook. Kujtojmë që Shina ishte ish bashkëshorti ish deputetes dhe moderatores Grida Duma. Ilir Shina ka qenë një figurë e njohur në fushën akademike dhe në shërbimin diplomatik, ndërsa ndarja e tij e parakohshme nga jeta ka sjellë trishtim të miqt, kolegët dhe të afërmit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.